Gjeneta plas bombën, ishte vathi im dhe i eglit ai që i hoqi DJ-ja çfarë fshihet pas asaj që nuk dihet nga fansat. Gjeneta fetau e ftuar tashmë në diell ku edhe tashmë ka lidhur një kontratë 4 mujore për të punuar deri në post mbarim të Big Brother VIP. Duket se ka ndarë disa sekrete me panelin. Ajo ka folur më shumë për Gjestin, teksa një gjë që u vëret nga fansat ishte edhe veprimi i DJ-t që ishte ftuar në natën pas prajmit, teksa i hoqi vathin Gjestit duke i vendosur një vath tjetër. E ka qenë Gjeneta e cila ka sqaruar këtë moment duke treguar edhe se çfarë fshihet në prapaskena. Gjeneta tha që piknisja ka qenë që në Big Brother VIP Kosova kur ishin të lidhur bashk, kur Gjesti i kishte kërkuar e i kishte marrë një vath ari që Gjenetës ja kishte dhuruar babai i saj. Ajo tha se asaj kohe ja kishte dhënë Gjestit, i cili ja ka mbajtur vendosur edhe në momentet më të vështira të të dyve, edhe në momentet kur janë ndarë, e madje edhe jashtë shtëpisë, si edhe në hyrjen e Big Brother VIP Albania, duke mbajtur si një shenjë, duke ngatruar edhe atë vetë për mesazhet e dhëna. E si pas Gjenetës, ai vath u hoq vetëm në momentin kur Gjesti filloi një afrimitet më të madh me Iglin, gjë që solli që Gjesti të mbante vathin e Iglit në vesh e të hiqte atë të sajën. Megjithatë që për situatave të fundit, Gjeneta bëri me dije se DJ-ja ka hequr vathin Gjestit që ta mbyll me kaq e mos ta dëmtoi edhe më shumë Iglin jashtë për t'i dhënë shpresa të rreme. Ajo tha se ishte një mesazh nga jashtë për Gjestin, teksa i dhuroi një vath të ri Gjestit. Por pyetja vërtet që kishte për Gjestin është se ku e ka tshuar vathin prej ari që ja dha ajo, pasi e ka kujtim nga babai dhe do ja kërkoj me të dalë nga shtëpia. Ajo gjithashtu ngacmua edhe për një puthje që pritej midis Iglit dhe Gjestit, edhe pse nuk u dha kurrë. Teksa Gjeneta u përgjigj, nuk ka pse të më bëj mirë ose keq, nuk ka të bëj me mua, nëse ata të dy vendosin të jenë bashkë në lidhje suksese, u shpreh ajo e distancuar.